Komisioni në shtëpi. Refuzoj të jeme arme. Që nga sot të jeme tashka. Dua push, dua banes. Kushe tira për jetes. Dua push, dua bie. No palabra qeverie. Studenti votëret. Reformën e bën vet. 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 Sot, ne jemi mbledhur këtu për të shprehur mos pajtimin tonë thellë ndaj projektligit përfundimtar për arsimin e lartë. Qeveria aktuale, në shembullin e qeverisë paraardhëse, po miraton një projektligj për arsimin e lartë, i cili ka efekte katastrofike. Reforma është prodhuar nga një komision qeveritar në presion e interesave të pronarëve të universiteteve private. Masa madhe e studentëve dhe pedagogëve është lënë jashtë këtij procesi të reformimit. Reforma nuk merr me problemet tërëse universitare, si kushtet e studimit, jetesa studentore, pyetja e burokracisë universitare me ndërhyrje qeveritare në universitete. Reforma do të ndajë fondet e pamjaftueshme shtetërore midis universiteteve private dhe atyre publike. Do të nëvon që të rishpërndajë privilegjet e private drejt publikut, qeveria do të paguajë privilegjet e privateve me fondet e universiteteve publike. Reforma do të bëjë më të paravallueshme tarifën studentore. Universiteti do të jetë një privilegj i pasurve dhe një parë borxhesh për gjithë neve. Reforma do të jetërsojë universitetin publik në një ndërmarrje tregtare, të gatshëm për të marrë çdo aktivitet ekonomik për të mbijetuar. Reforma do të përjashtojë edhe studentët nga vendimarrja në universitete, duke i shndruar ata në klient. Prandaj ne kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të projektligjit propozuar dhe nisë një procesi të ri demokratik nga universitarët, pra studentët dhe pedagogët. Uljen e përshkallëzuar tarifave drejt zero, rritjen e investimeve shtetërore në universitetet publike, zgjerimin e pjesëmarrjes studentore në vendimarrje. Nëse këto kërkesa nuk merren në konsiderat nga qeveria, ne do të jemi prapë këtu, si sot, nesër, pas nesër, edhe më të shumë, edhe më të fortë, edhe më të përshkallëzuar. Qëndresa do të vazhdojë. Reforma nuk kalon. 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 Komision është zgjedhur vetëm nga kryeministri dhe askush tjetër. Ky komision nuk është zgjedhur nga as nga studentët, as nga pedagogët. Dhe nëse komisioni nuk është as transparent, as përvajtues, ai na ka sjellë një punë dhe një projektit që nuk përvajton as studentët dhe as pedagogët. Prandaj, po i themi sot qeverisë për të dytën herë që do t'i qëndrojmë asaj që kemi thënë. Reformimi do të kalojë nga dhe për universitetet dhe jo nga dhe për qeverisë. Kjo reformë nuk duhet dhe nuk do të kalojë. Reforma nuk kalon! Reforma nuk kalon! Reforma nuk kalon! Reforma nuk kalon! Reforma nuk përforcoj të keqen e sotme që ndodhet jetën universitare shqiptare, pikërisht burokracisë, tregtarizimin, papërgjeshmërinë publike dhe pamjaftueshmërinë ekonomike për ta ndjekur universitetin. Ndërkohë që kundër përpjekja ndaj kësaj reforme kërkon të marrë dhe të përforcojë atë që është emancipuese sot brenda universiteteve publike. Po pikë pari duhet thënë kush janë ata që universiteti është i tyre dhe reforma është e tyre dhe kush jemi ne për cilët universiteti është hyni dhe përpjekja kundër kësaj reforme shkatrimtare është po jona. Ata janë qeveria aktuale, ata janë qeveria e shkuar,
Ata janë lobistët privat, pronarët e diplomoreve private. Ata janë çdo intelektual i shitur që ndyn vetë termin intelektual dhe akademik duke u bërë bashkë me të pushtetshmit dhe jo me ata të cilët i takon me qenë, me të vërtetën dhe më top. Kush jemi ne? Ne jemi universitarë, studentët dhe pedagogët, ata që jetojnë nga universiteti dhe për universiteti, kurse ata janë ata që duan të jetojnë në kurrizë të universitetit. Universiteti tyre tarifon të gjithë të tjerët për të rritë privilegjet e të pakëve. Universiteti ynë godet privilegjet për të ulur tarifat publike. Universiteti tyre ka tregtar për marketing. Universiteti ynë ka studiues, student dhe pedagog. Mos harroni, fjala student do thotë studiues. Ata doan që të na reduktojnë ne si pedagog në dyqanxhi diplomoresh, ju si student në klient. Universiteti tyre përforcon marrëdhëniet më obskurantiste shoqërore në Shqipërinë e sotme. Universiteti ynë emancipon veten dhe duke emancipuar veten kërkon të emancipojë gjithë shoqërinë. Universiteti tyre varet nga xhepi dhe fal diplomën. Universiteti ynë varet nga përkushtimi për dijen dhe nuk fal asgjë. E vetmja gjë që kërkon falas universiteti ynë është tarifa. Asgjë ne nuk falin. Ata duan të falin gjithçka vetëm ta marrin para. Universiteti tyre bazohet tek frika, tek hierarkia e frikës. Studenti ka frikë pedagogun, pedagogu ka frikë dekanin, dekani ka frikë administratorin, rektorin, administratori dhe rektori kanë frikë ministri, ministri ka frikë kryeministri, kryeministri ka frikë ambasadorët, ka frikë lobistët privat. Universiteti ynë bazohet Universiteti ynë bazohet tek shpresa dhe tek solidariteti. Universiteti tyre ka pedagogji represive. Ata janë autoritar nga brenda dhe komercial nga jashtë. Pedagogjia jonë është shirimtare. Pedagog dhe student, ne jemi bashkëprodhues të dijes. Universiteti tyre kthen syt nga lart për nga tarifat dhe ul kokën për nga digniteti. Universiteti jonë kthen syt poshtë për nga tarifat dhe ngren kokën për nga digniteti. Universiteti tyre është shkollë klasore. Mos harroni, të pa privilegjuarit në këtë botë kanë pas vetëm dy rrugë për të studiuar mjerimin tyre, shkollën dhe krimin. Me reformën fjalë, ata duan t'i lënë të gjithë pa privilegjuarve të kësaj shoqërie vetëm një rrugë. Ne duam kurrë me Universiteti është çari e kufijve të gurt klasor. Është mjeti se si një varfër mund bëhet klasë mesme. Është mjeti me emancipu si kundërshtarëve pa mbar, veten dhe mbar shoqërinë. Unë jam student nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit. Unë do të prek 2-3 pika të projektligjit dhe të reformës. Kjo reformë që pritet kaloj thotë që misioni i arsimit lartë është që të formojë specialistë dhe inxhinierë dhe teknik të lartë. Unë pres veten si do arrihet kjo gjë? Si arrihet kjo gjë ke fakulteti im, kur fakulteti tim nuk punoj laboratorët, kur nuk ka sallë laboratoresh? Si do arrihet që unë të bëhem një specialist i lartë, kur ne nuk bëjmë praktika mësimore? Edhe pse vetë rregullorën tonë thuhet se praktikat mësimore janë përgjegjësi e departamenteve, ne nuk kemi po asnjë ditë praktikë mësimore. Një pikë tjetër flet kjo reformë është se thot kontribut në zhvillimin ekonomik edhe kulturor. Unë pres veten çfarë kontributi jep kjo në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Duke prodhuar botor kollcente jashtë, a ky është kontributi për zhvillimin ekonomik? Të ndihmojnë zhvillimin kulturor. Çfarë zhvillimi kulturor? Me mësuan italisht dhe anglisht, me folë me italian, kollcente, jo është universitet. Zoti kryeministër, qeverit vazhdimisht me reformat, pseudo-reformat, apo shreformat, nga detyrojnë që ne të luajmë në mbrojtje. Në mbrojtje të arsimit publik, dhe ne jemi duke thënë se atë e duam të lirë, duam një universitet të lirë, të çliruar nga presioni i pushtetit, nga presioni i interesave private, të çliruar nga burokratët brenda dhe jashtë universitetit, të çliruar nga tarifat e papërballueshme. Tarifat janë të papërballueshme. Të dashur student,
nga viti 98-2003, dhe si që dim të gjithë kjo nuk ishte periudhë komuniste, por ishim në tranzicionin demokratik, dhe gjithë shkollimi im ka pushtuar jo më tepër se 10.000 lekë të reja apo 100.000 lekë të vjetra. Sot, nëse unë do mbaroja të njëjtën shkollë, do më duhej të paguaja 200.000 lekë ose 2 milion lekë, se flasim në 19 vjetra, njësoj që qeveria kur jep ato shpërblimet. 2 milion lekë, vetëm tarif, shtoni pastaj kostot e tjera që ju i dini, tekste mësimore shumë shtrenjta, apo pagesa për konvikte për ata që janë nga rrethet, apo qërat, dhe gjitha këto nga një studim shumë modest, e qojnë koston e një studenti gjatë një viti që vjen nga një rreth, nga Fieri për shembull, 4,5 milion lekë në vit. Paga e babait tim nga viti 2000, kur unë isha student, dhe deri para 3 vitesh kur e nxorën pa punë, nuk është se kanë dëshuar shumë. Pagat janë ato që kanë qenë. Tarifat janë 20 dyshuar, vim tek cilësia. A ka dëshuar cilësia në raport me të rritje tarifave? Jo. Ose po thuajse pak. Shumë pak kanë dëshuar cilësia në universitetet. Tjetër, ne jemi këtu për të thënë ndalë privatizimit të dijes. Arsimi është e mirë publike dhe duhet t'i ofrohet falas kujdo sipas meritës së dijes dhe jo sipas xhepit të prindit të tij ose me portofol të grisur që nuk ka para. Ndalë rritjes tarifave. Tarifat të ulen në mënyrë progresive, zoti kryeministër. Se ndoshta tarifat të ulen në mënyrë progresive të shkrojnë drejt zeros, njësoj si në shumë vende të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Nuk është utopi arsimi publik falas. Utopi është kjo reforma juaj që synon kërkim shkencor si të Gjermanisë për shembull pa e financuar universitetin. Më duhet ju bëj publike prapë se ndoshta shumë për jush nuk e din që Universiteti i Tiranës në fakt nuk është universitet publik nga pikpamja financiare, sepse 65% e fondeve vinë nga parat tuaja dhe të prindërve tuaj. Universitetia nuk është prek dhe vetëm prek, gjia gjitha është kritik, është inovacion, është krijimtari, por mbi gjitha është rezistent. Ne duhet të rezistojmë sot, nesër, gjatë gjithë kohës për arsim publik pjesë. Reforma nuk ka lëm! 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 Shuma për cilën jemi mbledhur që të kundërshtojmë sot, propozon menaxhimin e universiteteve si ndërmarrje biznesi. Dhe këtë pranojnë ata vetë, kurse po shpikim ne. Kjo mënyrë menaxhimi, sipas tyre, do rrisë cilësinë dhe këtë argument e bazojnë duke marrë për shembull modelin britanik të universitetit. Ajo që ka harrojnë këta zotrin është se Anglia ka një histori 1000 vjeçare në botën akademike dhe cilësinë e ka trashëguar që nga koha e Henrit të II. Biznesëzimi i universitetit është një fenomen i 30 viteve të fundit në Angli, i cili ka sjellë një sër pasojash. Unë kam studiuar në Angli. Këto pasoja kanë qenë tarifa studimi marramense, borxhi pa përballueshëm studentor, përjashtimi i shtresës ulës sociale nga arsimi i lartë e të tjera. Megjithatë, duke lënë më një anë hallet e atyre, ne kemi tashmë një eksperiencë shqiptare se çdo të thotë universitet që drejtohet bazuar në një model biznesi. Kjo eksperiencë janë diplomoret private, në të cilat studentët paguajnë nga 2.000 euro në vit, ata që kanë këtë privilegj financiar. Në të cilat me 2.000 euro diplomën e ke në xhep, sepse meritokracia mbatet me thellësinë e xhepit, jo me atë që ka ke në kokë. Që pedagogët e këtyre diplomoreve janë edhe palaço, që dalin nga Riançani për t'i bërë reklam. Diplomorët të pronarit, që pronarët e diplomoreve janë pronar edhe të medjave, që i bëjnë fresk partisë në pushtet. Ky është modeli universitetit biznes në Shqipëri. Ky është transformimi që kjo reformë synon t'i bëjë universiteti publik. Ne jemi mbledhur sot këtu sepse kemi humbur durimin. E kemi humbur durimin me një qeveri që ndërrohet në pushtet, por gjithmonë
mbrojnë interesat e privatit në kurriz të së drejtës publike. E kemi humbur durimin me ministra pa integritet personal që zbatojnë verbërisht urdhrat e kreut të qeverisë. E kemi humbur durimin me oligarkët e bizneseve private që reformën e shkatrimit të arsimit lartë të vend e quajnë lobim për të mirën publike. Dhe e kemi humbur durimin me drejtuesit e universiteteve publike. Të pasy, të pavesh dhe të pazo ndaj rënimit që do shkatoj kjo reformë. Si universitar, si student dhe pedagog, e kemi humbur durimin me gjithë padrejtësitë që po mbajnë mbi kurrizë për ditë. Ka ardhur koha të humbasim edhe frikën. Frikën për të thënë të vërtetën, për të mbajtur qëndrim të bashkuar, për ta bërë vetë reformën ditë për ditë, student dhe pedagog për universitet ashtu siç të dëshirojmë të gjithë. Bravo! Ofrohet një reformë e cila është e infektuar që në Premel me një grup komisionerësh të cilët dalin për interesa privat dhe ofrohet një reformë që rrit tarifat vit pas viti duke varfëruar të zbatur studentët në mënyrë konstante. Universiteti nuk është brehin e shkret dhe pajet që nuk shihet tjetër vetë si fabrikë që taksohet atashëm për të prodhuar letush kanotash. Universiteti është banes që jo vetëm banohet dhe jetohet nga studentët e pedagogët, por ndikon shoqërisht në çdo proces tanishëm shoqëror dhe të mëtejshëm. Studenti dhe universiteti nuk është qelizë e vdekur, jo. Universiteti jam unë jam frymor, primishi e gjaku, unë jam nga koha, ditët, energjit, unë jam nga jeta ime çdo ditë në universitet. Unë jam studente, e student si unë ka plot, me qindra, me vjetra e me mira. Unë sot vendos, ne sot vendosim. Prandaj le të bëhemi rrezikshmërisht të rëndësishëm me pranin ton duke u bërë shumë. Le të forcojmë radhët tona duke u bashkuar një zëri fuqishëm në thirrje, se ne jemi studentët, ne jemi universiteti. Shiu i Marsit nuk parlajmëron gjë tjetër veç se ardhin e pranverës. Ndërkohë që kjo reformë parlajmëron azar për gjithë jetën studentore dhe universitare. Reforma nuk kalon! 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 Por roli studentit në këtë reformë ku pasqyrohet? Unë nuk jam fare e përfaqësuar dhe as studentët e tjerë nuk tjenë të përfaqësuar në këtë reformë. Studenti pra, ky lloj studenti të cilët ata kërkojnë, të imponojnë, të ndërtojnë me reformën e propozuar varfëruese, sikur shvatja të mos mjaftonte, ky lloj studenti, veç të tjera nuk do të ketë asnjë të drejtë të vendosë për organizimin e jetës universitare. Në këtë mënyrë studenti për ata nuk përbën asgjë më shumë se sa një marionet të rëndomë sistemike. Studentët do të detyrohen të bëhen me mes përballë shushunjave burokratike të vendosura në universitete. Prandaj, përpara se të na zhveshin nga çdo drejt vendimarrje, duhet të jemi qëndrëstar, duhet të bëjmë rezistencë. Universiteti është i yni e kjo reformë nuk ka lejë. Kur hapësira universitare i përshtatet universit të dijes dhe qasës ndaj dijes. Ne po se ndërtojmë një besim të vërtet për njëri tjetrin dhe me atë të kësaj lëvizje kolektive do arrim të shpejtojmë zgjidhjen e problemeve. Vetëndosje për universitetin. Kjo protest është vetëm protesta e parë, është vetëm hapi i parë në rrugën e gjatë marshimit për me erëzu këtë reforme.